والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderoj Allahun Azza wa Jall, përshëndetjet nga zemra qofshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe muslimanët që ecin pas tij. Të dashur vëllezër, sonte inshallah do të fillojmë me gruan e dytë të profetit sallallahu alaihi wasallam, me Aishën e sinqert, të bijen e të sinqertit. Aisha radiallahu anha, bija e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Normalisht, para se me fillu me fjallët që kemi përzgjedhur nga këshillat e saj që janë të shumta, sonte do të flasim shkurtimisht një jetë shkrim të Aishës, duke ecur në njëjtat hapa siç kemi vepruar deri tash me shokët tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që ka është më rëndësi me kuptu para se me janis me kallëzu për historinë e Aishës, është se jemi të folë për një person që është eduku pej dy njerëzve më të mirë në sipërfaqen e tokës dhe njerë që ka pas toka. Është eduku pej babës saj, Ebu Bekrit, që ka qenë njeri më i mirë pas pejgamberve, edhe është eduku prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë më i miri prej gjithë pejgamberve. Kështu që normalisht se jemi të folë për një person shumë të veçantë, shumë special. Madje sa dush që lexon për historinë e saj, të duket pak, edhe të duket e mangët çdo informacion që e merr, për arsye se sa më shumë që lexon informacione, çaq më shumë ke qef më u zhyt, halo më shumë, edhe me kuptu kush ka qenë ky njeri. Për Hatixhen, nëse ju kujtohet, në biografinë e saj thash, një grua sa 7 burra. Edhe për Aishën lirisht e tham qëta. Një grua sa 7 burra, burra taman, jo burra burreca, burra taman. Një grua sa 7 burra. E papërsëritshme në historinë e krejt njerëzimit. Që kanë thonë edhe shumë prej dietarëve, edhe të mëvonshëm, po edhe mocanik ose bashkëkohas të Aishës radiallahu anha. Aisha ka lind sipas transmetimeve, ka lind praktikisht 5 vite pasi që i ka ardhur shpallja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka lind në një familje besimtarësh, duke qenë nona, baba e tij, baba i saj, të dytë në fenë islame, madje edhe ajo thotë nuk e mbaj mend ndryshe prej kur e mbaj mend vetëm vetë se e di që prindtë mi kanë qenë në fenë Allah, domthonjë kanë qenë besimtarë, dhe dihet që është prej të parëve Ebu Bekri radiallahu anhu që ka pranuar Islamin. Dhe pastaj, siç e dini, është martuar me pejgamberin sa kur ka shku pejgamberi sa në Medinë, ka jetuar me të, ka vdek pejgamberi sa dhe kjo ka pas 18 vite, pastaj ka jetuar prafërsisht edhe 50 vite mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka vdek në vitin 58 të hijretit, afërsisht i ka pasur 60 vite nga në çastin kur ka vdek. Aisha radiallahu anha, dashur vëllezër, ka vlera të veçanta që unë do të mundohem të përmend disa prej tyre, edhe pse normalisht se çështja përmend edhe në fillim, mjafton si vlerë që është çika e Abu Bekrit. Dhe mjafton pastaj si vlerë tjetër që është gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht kjo është fillim. Vlera është po ashtu atë që përmenda, që ka lind me Islam. Ani pse, domethënë, ka shprehje që ai që nuk e njeh xahiljetin, nuk e njeh sa duhet Islamin, megjithatë, vlera është mos me pasën jetën tonë, mos me pas stacion të kufrit asnjëherë, edhe të shirkut. Kjo është vlerë. Nga njëherë nuk është në dorë të njerit, po është vlerë, nëse e ka dikush është vlerë. Kështu që Aisha ka pas këtë mundësi, edhe ka lind dhe është rritur me Islam. Vlerë tjetër është që përmend Imam Buhariu në Sahihun e tij,
e që ndoshta shumë pak e përmendim ana për mezhlise, që Gjibrili ka ardhur dhe i ka thonë pejgamberit sa me martu Ajshën. Me një transmetim në Buhari thotë që më ka tregu 3 natë rënë ose 2 natë rënë në ëndër Ajshën. Edhe më ka tregu fytyrën e saj, foton e fytyrës së saj. Edhe më ka thonë që kjo është gruaja jote në këtë botë edhe në botën tjetër. E thotë pejgamberi sa nëse është që kjo, atëherë do të vjen. Nëse është që kjo që peshov në ëndër, shpallje pe Zotit, ka me ardhur që kjo. Me një transmetim tjetër jashtë Buharit thuhet që Gjibrili ja ka qiu foton e Ajshës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sheshazi, jo në gjumë, po duke qenë i kthjell, duke qenë domethënë gjatë ditës, faktikisht ja ka qiu foton edhe i ka thonë kjo do të jetë gruaja jote në këtë botë dhe në botën tjetër. Vlerë tjetër e Ajshës është se Allahu e ka shfaqsu Ajshën prej shpifjes së munafikëve që i kanë shpifur Ajshën, që është një prej tregimeve më të rënda dhe më drejtëruese në Kur'an. Tregimi i Ajshës dhe shpifja ndaj saj, e Allahu e ka shfaqsu edhe ka treguar se është e pastër Ajsha, madje thotë Zerkeshiu thotë nuk di që Allahu ka përmend dënim më tashpër për dikën se sa për ata që kanë shpifur për Ajshën. Nuk di që ka përmend Allahu dënim për dikën më tashpër se sa për ata që kanë shpifur për Ajshën, dhe kjo faktikisht po ashtu si thash është vlerë e veçantë e Ajshës radhiyallahu anha. Vlerë tjetër është se për Ajshën poshtë kanë zbrit ajeti i Tejemumit. Allahu në një prej luftrave, duke u kthyer në Medinë pejgamberi sa me shokët e vet, i hu Ajshës qaforja dhe duke e lyp vonohën, pastaj bjen pejgamberi sa me fjet dhe kur zgjohet nuk ka ujë me marr abdes në atë vend ku kanë qenë, dhe pastaj zbret ajeti i Tejemumit. Se që thotë njëri prej sahabëve, oj familja e Abu Bekrit, çfarë familje e begatshme jeni ju? Nuk po ju ndodh juve diçka vetë se Allahu përmes saj po çon bereqet te muslimanët. Ose si hupi qaforja, përmes saj Allahu e zbriti ajetin e Tejemumit, i ia vlerësoi këtë muslimanëve deri në ditën e Kiametit. Vlerë tjetër e Ajshës është se Gjibrili i ka thënë selam. Na kur përmendëm se Gjibrili i ka thënë selam edhe Hatixhës, ne po them që Hatixhën Gjibrili i ka thënë selam edhe pe Zotit. Kurse Ajshës i ka thënë Gjibrili alayhis salam selam, edhe pejgamberi sa më ka thonë oj Ajshë, këtu është Gjibrili, po të bën selam. Edhe Ajshë ka thonë aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, dërguari i Zotit, ti po e shef atë që na nuk po e shohim. Vlerë tjetër është se është sipas transmetimeve të shumta, edhe vetë pe i gojës Ajshës, është gruaja vetme e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberit i ka zbrit shpallja duke qenë në një pëlhur, në një jargan bashkë me Ajshën. Kjo nuk i ka ndodhur ndonjë grua tjetër, edhe pse pejgamberi sa ka qelluar për gra tjera, por domthon si duket për shkak afërsisë që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Ajshën në mënyrë të vazhdueshme, edhe ku ka qenë bashkë me ta në krevet, edhe në ato momente i ka zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qështash është vetë historia e Ajshës edhe tregimi i saj edhe një prej grave më të njohur në kohën e sahabëve, është e mjaftueshme, por që domthon kalim se i përmendëm disa prej vlerave të saj. Vlera e veçantë e Ajshës është edhe dashuria e madhe që ka pasur pejgamberi ndaj saj, edhe ajo ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashuri e cila kalon në romantizëm. Domthon jashtë asaj që na mujmë ndoshta me tregu në jetën tonë ndoshta edhe shoqërore. Ka ardhur Amr ibn Asit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kush është njeri më i dashur te ti? Nëse njerëzve. Ka thonë pejgamberi sa Ajsha. Ka thonë pi burrave, ka thonë baba i saj.
Po ashtu, pejgamberi s.a.s. I thot Aishës radiallahu anha, thot o Aishë, unë e di, thot, kur jeti e kënaqur me mu, edhe kur je e hidhruar. Thot, shëdin e dërguari i Zotit, thot, kur je e kënaqur me mu, thu, pasha Zotin e Muhamedit. E kur je e hidhruar me mu, thu, pasha Zotin e Ibrahimit. Thot, të dërguari i Zotit, thot, është e vërtet. Thot, unë s'muj me bojkotu diçka tjetër prej teje përveç amit tënd. S'muj bojkotu diçka tjetër, s'muj me hek për vetës tem diçka tjetër prej teje përveç amit tënd. Po ashtu, pejgamberi s.a.s. ka shpreh që përmend aty, ka shpreh dashurinë ndaj Aishës. Edhe ka shpreh haptazi edhe kanë ditë shokët e pejgamberit s.a.s. Deri në çat mos e kanë ditë, saqë kur ka qenë dita e Aishës që me shku pejgamberi me nejtë e Aisha, shokët e pejgamberit çat ditë i kanë thënë dhurata pejgamberit alayhis salam. Pse? Se e kanë ditë që pejgamberi e don Aishën special, kështu që dhuratat kanë pas shef me aqu çat ditë kur është e Aisha që hala më shumë me u lidhen dashuria e pejgamberit me shokët e tij. Domthonë, po ta çoj një dhuratë çat ditë që ti je më i kënaqur, çat ditë që ti je më i gëzueshëm, çat ditë që ti je më në disponim, çat ditë e kanë qudhur se e kanë ditë që është ditën e Aishës. Saqë edhe gratë tjera kanë xhelozu për këtë çështje. Derisa ju nanku dhe kanë shkuar te pejgamberi alayhis salam. Edhe i kanë humbur dërguar i Zotit, disa nëra kanë thënë Zainebën, bile kanë thënë edhe ma vonë tani Fatimën, çikën e pejgamberit. Çka thoi pejgamberit që le të na bojnë çorën me çikën e Abu Bekrit. Pejgamberi sa ka humbur Fatimën, soi Fatime. A e don ti? A çka e duan? Po e dërguar i Zotit. Po atëherë për duja Aishën. Nëse don diçka duan, atëherë duja Aishën. Deri në qitë mas, saqë pejgamberi s.a.s. kur kanë ankuar të gratë tjera, ka thonë vallahi mos më falni për Aishën kur gjah. Ka thonë se nuk ka zbrit shpallë atë që përmenda në fillim, duke qenë në zbashku në një jargon me dikant tjetër përveç se me Aishën. Dhe unë shpallja pejgamberit s.a.s. kur u me Aishën nuk ka pas kufizime. Ndashti me gratë tjera që po kuptohet për hadithit, ka pasi duket pak kufizime, pejgamberi sa shkëndesh mu veçu pak, pastaj më zbrit shpallë. Te Aisha nuk ka pas kësi kufizime. Dashuria e pejgamberit sa me Aishën që si thash, është domthonë romantike tepër, është komplet në mënyrë të vazhdueshme me ndjenja, saqë pejgamberi sa më dhe e ka thirrë edhe në forma lëdhatuese shpesh, ka thonë ja Aish i bën sikur me hon në Shqipëri Aishushe. Adin në formën kështu pak përgdhelse. Edhe shprehje ndryshme i ka përdorur pejgamberi sa selam Aishës radhiyallahu anha. Madje Aisha e ka ditë, domthonë këtë lidhje që ka pasur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka pi ujë diçka, ja ka dhënë pejgamberit me pi me vazhdu. Pejgamberi ka pi në çat vend ku ka pi Aisha. Çati ku i ka vënë buzë tash, çati ka vënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka humbur diçka, Aisha thotë kur kam humbur diçka, qoftë edhe mish, edhe ka qenë ashti me mish, thotë çat pjesë kur kam kisën, çati ka kisë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Aisha ja ka dhënë me qëllim se e ka ditë që pejgamberi sa më jep çet sinjal. Madje u gëzu Aisha shumë që pejgamberi alayhis salam ka dalë për kësaj dynjaje edhe pshtyma e fundit që e ka pas në gojë, pe dikojnë për njerëz ka qenë pshtyma Aishës. Pse? Kur ka hi pejgamberi para se me dek, kur e ka pa njërin prej sahabive me miswak në dorë, Aisha e ka pa që pejgamberi sa po don. Po koçë edhe ka bu me shaja, po do miswakin ka thonë po. Kur e ka marrë Aisha, u kom pak i fort, e ka marrë dhe ka lak me gojën e vet, pastaj e ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ka qenë në fundit. Edhe Aisha është livdu po ashtu pe vlerave e saj që pejgamberi ka dek në ditën e saj. Çfarë ditë që ka pas më nejtë ajo pejgamberi çfarë ditë ka dek. Dietar thonë Allahu ja ka mundsu me dek në ditën e Aishës për me tregu se edhe këtu është ajo farë vjen në përputhje dashuria që ka pas pejgamberi ndaj Aishës. Edhe pse dini ju,
pak para se me vdek, disa ditë para se me vdek, pejgamberi ashtu kështu ka nejtë e Aisha. Ashtu kështu ka nejtë e Aisha. Por shkak dashurisë që ka pasur ndaj Aishës, ka bërë me shej që mos me shku te gra tjera, po me nejtë e Aisha. Edhe Aisha i ka vetë gra tjera, apelioni pejgamberi me ardhë te une. Që të ditës çka është i smut, e kanë leju. Megjithatë nuk ka vdek në ditët e grave tjera. Që kjo është interesant. Edhe pse i ka marrë ditë e grave tjera, ka jetu te Aisha, pejgamberi ka vdek në ditën kur ka qenë koha kur ka qenë dita e Aishës radhiyallahu anha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar Aishën edhe është sill me ta domthonë në aspektin e lidhjes emocionale me ta u kondën që ka lexuar, shumë interesant, tepër. Derisa e dini 2 herë ka vrapu me ta. Një herë kur ka qenë më eri, ajo e ka mujt, tu shku tu kthy me ushtri, i ka ushtri shkonjë te fora, edhe ushtri me Aishën. Hati ka humbur ngaj. Herën e dytë prap ka vrapu me ta, dhe herën e dytë e ka mujt pejgamberi selam, kur ka filluar kjo pak me shtu pesh. Edhe i thot pejgamberi selam, kjo është për ata të parën. Domthon ka vazhdu kështu, ju shty në kësaj forma të lojave që janë faktikisht që e shtojnë dashurinë, me njëri tjetrin. Ashtu edhe rasti kur kanë ardhur Etiopasit në xhami me lujt ato lojet e tyre që i kanë. Edhe pejgamberi e ka marrë Aishën me këshyr. Aisha thot, tash paramendoni një fotografinë që tash. Aisha thot, ju mshej mas shpinës pejgamberit, e ku vnu kryt çto te pejgamberi, edhe faqen tëme ku vnu faqet pejgamberit. Thotë çështë i kum këshyron. Derisa pejgamberi më u bolla që ka jo halo, rregull. Au bolla që ka jo halo, rregull. Derisa ka Aisha bolla. I ka këshyron ata duke bo loja, pejgamberi duke ja ngu qefin Aishës radhiyallahu anha. Sinqerisht është është taman vjen në pyetje ai diskutimit që e kanë bërë dietarët e kena përmendur atë rast i Hatixhës, që cila për këtyne dy grove ka qenë më me vlerë, Hatixha o Aisha, që kanë diskutuar dietarët, e që disa kanë menuar që është Aisha. Për arsye se pejgamberi sa më ka thonë që është plotësuar ose është përsos për burrave, janë përsos për burrave shumë, kurse për grave nuk janë përsos vetëse 4. Dhe me një hadith tjetër e përmend faktikisht Meriemën, bijën e Imranit, e përmend Asien, gruën e Firaunit, e përmend Fatimën, me një transmetim thuhet që e ka përmend Hatixhën, me një transmetim thuhet që e ka përmend Aishën. Po është një hadith tjetër që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vlera e Aishës ndaj këtë grave është sikur vlera e theridit ndaj gjithë ushqimeve. Theridit është, i thojmë na përsheshi. Përsheshi që ju konë me cik të mishit, është ndreq lloj ushqimi që ju konë i lehtë, i shpejtë dhe i dobishëm. Praktikisht e ka dallu pejgamberi sa përmes të hadithit mesin e këtyre grave. Andaj ja vlen me marrçet anë të lidhjes emocionale, intime të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Aishën radhiyallahu anha dhe me pa për një me çka do të thonë në shtëpinë e pejgamberit me buru gjithë kjo dashuri. Gjithë kjo dashuri, edhe pse pejgamberi ka qenë i angazhuar gjithandaj, por për Aishën, edhe për gra tjera, por për Aishën në mënyrë të veçantë, ka gjetë kohë speciale, edhe siç thash kohë e cila është shfrytzuar në dashuri, domthon shumë intime edhe shumë të fortë mes pejgamberit dhe Aishës radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha, nëse mund ta përkufizojmë personalitetin e saj, siç është edhe metodë që nëjnë ato i përdorim të derse të biografisë, ka shumë për me folë për ta, ka shumë për një me, është domthon është deti i çuditshëm, i pashtershëm. Mirë po unë i kisha veçu ndoshta me thonë, ndoshta 4 çështje, 4 tema që e përkufizojnë personalitetin e Aishës. E para është deturia, e dyta është devotshmëria, e treta është bujaria, edhe e katërta është karakteri i fortë. Këto janë 4 pjesë të personalitetit prej 40 tjerave. Prej 40 tjerave që është shkollë në veti. Te deturia mjafton që është e 4ta, pe i keq shokëve pejgamberit që ka transmetuar më shumë të hadithe. Ka transmetuar mbi 2000 hadithe. Edhe ka qenë personi kyç në dijen
sidomos dijen interne që ka ndodhur në shtëpitë pejgamberit alayhis salam. Ka qenë dietare e kalibrit të madh. Asi dietare ka qenë, sa që shokët e mëdhaj, thotë Ebu Musa al-Ashari, shokët e mëdhaj të pejgamberit, shokët e mëdhaj ka pasur qëllim Abu Bekri, Omeri, Uthmani, për meselë trashëgimisë, që është një mesele më të komplikume në fik, meselë trashëgimisë që më kthyet Aisha. Edhe ja ka dhënë fetva. Edhe në kohë tyne ka dhënë fetva. Në kohë këtyre dietarëve të mëdhaj, shokëve të mëdhaj të pejgamberit, Aisha ka qenë e njohur që ka dhënë fetva. Thot Imam Zuhri, dietari i hadithit, tabiinëve, dietarë më të mëdhaj të kohës tij, thot këtë gratë e pejgamberit, edhe këtë gratë tjera të besimtarëve me mbledh, nuk kanë pas dije sa Aisha. Këtë mi bo bashkë, mi krahasu me dijen e Aishës, nuk kanë pas dije sa Aisha. Urve nipi i Aishës, që ka mësuar te Aisha, u kon talebe i Aishës, thot, ju më habit, ju më çudit. Thot, nuk kum pa njeri me dije më të madhe se Aisha. Thot, në çështje të fesë, mesele të fesë, në fik, çështje të fesë, thot, e di, e ka marrë pejgamberit. Në poezit, edhe në tregimet e arabëve, në Gjenezën, që janë lëmi të veçanta, këto i ka marrë për Abu Bekrit, se Abu Bekri ka qenë më i ditur i për to. Po thot, ju më habitët që ka pas, thot, njohuri të thella edhe në mjeksi. Thot edhe pyeta, oj non, këto pi kuptoj, çto tjetë ka i ke marrë çto, po ku e more dijen e mjekësisë? Thot, o Biriam, thot, në fund të jetës pejgamberit alayhis salam, thot, kanë ardhur fiset të ndryshme me e vizitu pejgamberin sallam kur ka qenë ku pas kohë i smut. Dhe secili që vente, ja tregonte një formë të ilaçit. Thot, edhe unë i kam mësuar këto këtë. Unë Allah ja ka dhënë zgjuarësi, sa që thot aja vetë, i ku mësu 12.000 poezi, 12.000 rreshta të poezive të Lebitit. 12.000 poezi, vetëm të Athina. Edhe ka përdor shpesh poezi, ka thonë shpesh poezi. Ka dhënë fetva në kohën e sahabëve, i ka korrigjuar sahabët. Edhe sahabët e mëdhaj, domthonë ka rasti kur i ka korrigjuar edhe Omerin, radiallahu anhu. Ka rasti kur i ka korrigjuar Ibn Omeri, ka rasti kur i ka korrigjuar Ebu Hurajra. Ka raste, domthonë raste ndryshme që i ka korrigjuar sahabët. Saqë Zërkeshiu, pastaj edhe Sejudi më vonë, kanë shkruar libra të veçanta që në ato libra tregojnë korrigjime që ja ka bëu Aisha sahabëve. Që s'ka të sahabëve s'ka më një tjetër, kjo veç Aisha që ja ka bëu sahabëve. Bile Ibn Hajeri, masi që tregon se shumicën e haditheve që i ka treguar Aisha, i ka treguar në dispozita, edhe meselet që i ka folur janë dispozita, që janë domosdoshmë çështje bazike dhe trona të fesë, thot sipas disa dietarëve, thot Ibn Hajeri, sipas disa dietarëve, 1/4 e dispozitave të fesë vjen prej Aishës. 1/4 e dispozitave të fesë, dispozita që ka të bëjë me ahkame, dispozita vjen prej Aishës. Radiallahu anha. Të dia, nëse themi që ka pas dietar kalibrit maj, mesin e shokëve pejgamberit sa, që ka qenë Abu Bekri, Omeri, lirisht mesin e tyre llogaritet edhe Aisha radiallahu anha. Madje në pozitat nalta të dijes që kallzova. Te ibadeti, edhe këtu është temë shumë e gjatë. Do të thonë, shpesh edhe pyetjet që ja ka bëu pejgamberi sa Aisha ja ka bëu pyetjet në aspektin e kënaqësisë që ka pas edhe gëzimit që ka pas për ibadet. Për shembull, ju dini që Aisha kur ka bërë haxhin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i ka ardhur me ciklin menstrual dhe është mërzit. S'ka pas çfarë me hupën haxhin bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë këtë njerëz po kthehen me haxh edhe me umre, unë veç me haxh. Dhe më honë mërzit që s'po mund me bëmë, dhe pse ka pos ajo, u kone arsye të umre. Pejgamberi sa ja ka qetësu zemrën, ka thonë, kur të kryhet, kur të pastrohesh, derë edhe e ka qu pastaj me Abdurrahmani Allahun e vetë, dhe është kthyer ajo me umre. Pastaj tregon Kasimi është nipi i Ebu Bekrit, djali i Muhamedit,
Qasim ibn Muhammed ibn Abi Bakr. Thot shkova një herë te Aisha, me e përshëndet mëngjes. Thot e pashtu u fal. Thot çka je tu falej? Çka ke tu falej non? Thot promëm ka ik namazi i natës, edhe zavensova se nuk du me leju vetën me mi namazi i natës. E zavensova gjatë ditës. Me një transmetim tjetër, thot Urwa aq me rregull i ka falë namazin e duhas 8 rekate, Aisha, sa që thot piqë e kum po që pejgamberi i ka falë kur si kum lon, e thot edhe një fjalë shumë çuditshme. Thot edhe Abu Bekri mu çu pejvoret nuk i lo. Mu çu që tash Abu Bekri pejvoret, edhe nuk më kon tu i falë namazin e duhas, çdo 8, unë kam i kry që thot tani musha mu taku me Abu Bekri mi mos musha që ta nuk i lo. Thot Kasimi prap, thot shkova një herë me përshëndet Aishën, kështu në mëngjes, thot edhe e pashtu u fal, edhe duke qajt edhe duke lexu ajetin ku thot Allahu wa waqahum adhab al-jahim. Allahu ka thënë për besimtarët që në ditën e Kiametit ka miruj pej dënimit të zjarrit të xhenamit. Thot e prita, thot nuk e përfundoi namazin. Thot shkova në pazar, kryta disa punë, u ktheva, i shkon prap, çat gjendje që e lash. Dhe këtë na të folë për nafile. Ina të folë për nafile. Domthon, nëse e marr me agjerimin e saj, transmetime ndryshme thonë që domthonën ka filluar agjerimi edhe me dobësu trupin e saj, kurse ajo nuk ka pranuar në asnjë formë me lon. Edhe kur e kam këshillu. Madje një herë ka qenë smut në ditën e Arafatit. Nuk ka qenë hax, ka qenë smut në Arafatit. U kon të agjeru, i ka thonë mos agjero se je smut. Ka thonë prej që e kumni pejgamberin që ka thonë në agjerimi ditës së Arafatit, i fshin gjunohet e vitit kalum, thot nuk muj mu me lon thot këtë agjerim. Viti kalum e viti që vjet, thot nuk muj mu me lon këtë agjerim. Edhe pse ka qenë smut. Dhe forma tjera domthonjë që janë si tash janë pa numërta. Nëse marrmi bujarin, edhe te kjo pikë është temë shumë e rëndësishme. Për arsye se ju që dini, Aisha është rrit me një familje të pastër. Familjen e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Mirë po, çu rrit familje të pastër, rrit edhe te njëri që ka qenë më bujari në mesën e sahabëve. E për shkak që ka qenë më bujari, pak me pas marrë kjo pe Abu Bekrit, kish me qenë e dalluar me bujari. E le mu kjo që ka marrë shumë. Ko dy raste, një rast tash kur Ibn Zubejri, Abdullah ibn Zubejri, ka qu pasuri dy thos me pasuri, me lira, me sene që kanë pas në atë kohë, thot edhe i ka shpërndarë gjithë, hala pa u bua akşam. Dhe ka qenë duke agjeru. Dhe pastaj nuk kanë pas çka me hongër për iftar. Edhe shëpturi i ka thonë, po nuk në lo diçka për iftar. S'paku për iftar me pas hongër na. Thot me ma pasit me një kësha lonë, pësë të në karan men. Thot Imam Dhahabi, veç që kjo shpreje, me pasit me një kësha lonë, pësë të në karan men, është e mjaftushme. Jo, falë, dikush që të për ditarve ka për men, jo Imam Dhahabi. Është e mjaftushme, pse? Do më honën asë nuk i karan men për veti. Ka një person një ka lypë diçka Aishës, nuk ka pas kur gjatë, veç që ka pasën, si me thonë të na, një kulaç me bromë në shpe. Hala pa u pjek. Ka dhe një peq ata. Se s'kam të shka, që ta jepja. Madje kjo vetë i ka zonë pejgamberi alayhis salam Aisha, që ka një grue, i ka lypë diçka, s'ka pas kur gjatë shpi, veç një hurme. Veç një hurme e ka pas. Qatë hurme e ka thonë. Edhe i thot Aisha, thot, ju më knaq, edhe ju më habit, ajo gruaja kur me dy qika, kur e kom pa që e ka do hurmën për gjysë, njërin që ka dhënë gjysën, tjetër që ka dhënë gjysën, për vetë s'ka më gëreq. Më i ka pëlqy Aishës që nona vetë e ka do qitë hurme, mes dy qikave dhe vetë s'ka më gëreq. Ndërsa personaliteti i fortë i Aishës, që është pika e fundit, kjo është një pikave më interesante në jetën e Aishës. Domthon ju jeni të marrë tash me men çfarë rasti i ron ka qenë rasti i shpifjes. Jeni të marrë me men çfarë rasti i ron ka qenë. Domthon derisa pejgamberi ka bë men a më lëshu Aisha mos më lëshu.
Sa veti ka pasur Aisha në qëtë kohë? 15 vjetë. 15 vjetë e ka menaxhu qëtë situatë si kom i pasën 50 vjetë. A disha është më interesant, vllazni. Kur ka ardhën Ebu Bekri edhe nonave të shtëpia, kjo i ka thonë nonës vetë, Ebu Bekri ka thonë fol, ka zëj për mu pejgamberit. Jënë tut me fol. Ku se me fol? Ka thonë Allahu dhe i dërgori i tij e din më mirë. Unë në jam fol ti, ka zëmë kush jam bune. Ka thonë Allahu dhe i dërgori i tij e din më mirë. Thotë, po fol ti është. Thotë, çka më fol unë? Thotë, unë nëse e tham vërtetën, nëse tham diçka për me mbrojt veten, e që është e vërteta, ju s'keni me besu. E nëse tham diçka për m'ia bëj juve qefin, e që s'është e vërtet, ju keni me besu. Atë shako do vi, me fol. Kështu që unë po tham që shka thonën, baba Jusufit nuk u ka kujtu në emrin e Jakubit. Për shkak mërzis. Thotë, po tham që shka thonë baba e Jusufit. وأشكو بثي وحزني إلى الله. Ankesën teme, mërzin teme, ja drejtoj Allahit, ku kënë e tërgëna. Edhe është këthy. E ka këthy shpinën pejgamberit alayhis salam, edhe ka ra. Në qëtë momente ka zbi qpallja. Edhe ka zbi ajetet, në surën Tobe, që Allahu e shfaqson Aishën, edhe kallëzon që ata që e kanë bërë këtë vepër janë munafika në mesin tuaj, e kështu me radhë dhe kallëzon të mohon tregimin. Kur zbrit shpallja, edhe pejgamberi si i del kthehet në gjendje normale, thot përgëzohu oj bija e Abu Bekrit. Nëna vetë thot, "Çu, oj çika jam, çu për çfarë pejgamberin që i jal shpallja." Thot vallahi thot jo. Thot kur kush se meriton falëndrim përveç Allahut. 15 vjet I ka pas. Çfarë personaliteti? Thot kur kush nuk e meriton falëndrimin për këtë përveç Allahut. Kur kush ishte për kush? Edhe se solove për këtë. Po ashtu është për rasteve interesante që e kallëzon personalitetin e saj të fortë, ajo që I përmena që I ka përmirësuar Omerin ata këta. Mirë po është edhe rasti që kur ka debatuar dikush me ta në aspektin e dijes, domethënë e ka pasur oratorin çaq fort, edhe çaq shumë ka qenë e përgatitur në aspektin e oratorisë, edhe besueshmërinë vetë besimin vetë, saqë nuk ka mundë kush më dorë përpara. Madje Muaviu, kush ka qenë Muaviu? Muaviu radiallahu anhu ka qenë një prej oratorëve edhe njerëzve më të mençur që llogaritën në historinë e muslimanëve, historinë e këtë muslimanëve. Min duhatil arab, ata që janë kondon koka geniale. Muaviu thot nuk e kumpa oratorinë që e kumpa te Aisha, as te Abu Bekri, as te Omeri, as te Uthmani, as te Aliu. Plus Aliu ka qenë një prej njerëzve më orator. Po se kumpa dikant që kumpa te Aisha. Këtë oratorisë se kumpa. Aisha radiallahu anha, nëse ka ndodhur dikush ka një polemik, çish ka ndodhur për shembull me Zejnebën, e ka këshill kjo pejgamberin. Ka ardhur Zejnebi dhe ka filluar me kritiku, nëse pejgamberi e ka këshill pejgamberin. Edhe pejgamberi ka bëu me shaj që ktheja. Çfarë transmetim Aisha? Thot kur kum fillu mi ja kthy, thot ja kum ter pështymën në gojë. S'ka mujtë më kthy më hiç. S'ka pas kur një far opsioni me ma kthy përgjigjen. Edhe ka shku, thot, të kthi, thot, ka I ka shku. Thot edhe pejgamberi ka kesët, ka thonë, ti e qika Abu Bekrit. Sa Abu Bekri ka qenë shumë I fortë në debate dhe në diskutime. Djali I vllavit e motrës vetë që tregova, Abdullah ibn Zuberi, kur e ka po që Aisha po jep shumë, po jep sadak shumë, u idhnu, u nervozu. Edhe ka thonë, nëse fillon Aisha me dhonë sadak, qështu, vazhdo me dhonë sadak, s'ka mi fol kur. Ka dish me ndalë, me kufizu. Kur e ka një Aisha, ka thonë, ai po do mos më fol mu, që unë e po jap sadak, unë s'ka mi fol atina. E kjo nuk është për me, në mos e kuptoni, kjo për me kënaqsh veten, jo, kjo është për hit Allahit. Aisha ka desh një kallëzoi Ibn Zubejt dhe këtë shokëve të tjerë, që unë nëse I idhnona, që ju po doni me mnal për sadakës këta, këtë idhnim Allahu e don.
Këtë dhënim Allah e donë, se një të desh me nërbi një vepër të mirë. A dini të zdi që ka ndodhë, mos i sajna. E ka lut Ibn Zubejri kas mos, në farë të formë Aishën së pajtuaj. Derisa e ka qu 2 persona, Miswar ibn Makhrama, edhe një tjetër, i ka qu edhe ka shku vetë me ta. Edhe kanë troki ndërë të Aisha. I ka hona vëndalen me hi, se kanë shku kanë shku vazhdimisht me marë fetfa. E ka pos perdën, ka një mrena, ka pos perdën, që aty ka thonë fetfa mas perdës. A muj me hi, ka thonë po, ja kanë bo me qivikta. A muj me hi krejt, ka thonë po krejt. A se ka di që është i me zoberi me ta. Kur kanë hi, kur e ka po, kanë fillu të tret me lut, thot jo, thot, se ju më zëtu në Allahin që s'kam i folë. Dhe pastaj, tu e lutën është bindë. Edhe ka fillu me qajtë. Derisa i ka ndollën lot edhe jashtë qamis. Pastaj, për që të zëtim, me liru një robë, është e mjaftushme. Po kjo për shkak bujarisë edhe qefit që me bu vepra, i ka liru 40 robë. Për që të zëtim. Amo, kjo e të regon dhe më honë forcën e personalitetit që shtira është me gjithë një grua. Shumë shtira me gjithë. Ashtë dhe një rast, mu për vetim kalon pa tekst që shtojmë na, edhe këtu e kalzon një personalitet që ditë shumë dhe me këta për mbyllin, inshallah. Ju dini që Aisha radiallahu anha në dhomën e saj është varros Ebu Bekri, pejgamberi, Ebu Bekri dhe pastaj Omeri. Aisha e kalon një vend për vetën vetë, pastaj ka lyp Omeri, ja kalon Omerit. Në dhomë vetë. Aisha, pastaj, e ka menu vetën e vetë që këtë des më varros që aty edhe kjo, sa është dhoma vetë. Që aty e ka menu më varros. Këta e përmeni Imam Dhahabiu në Sierë. Para se me dik, thot Aisha, e ku mbo plan me më varros bashk të burri jem edhe të baba jem, thot po për shkak se ndodhi ajo që ka ndodhi në luftën e devës, thot varrosnëm ku varrosën këtë muslimat. Qa të më thonë kjo vazni? Jo dini luftën e devës, që është e njohur, që ka ndodhë lufta në atë kohë, Aisha ka shku me deve mi pajtu grupet që kanë pasën probleme me zveti, dhe pastaj munafikat ka shti zonë kapitu dionëve dhe ka ndodhe që ka ndodhë. Aisha, për shkak se që kjo ngjarje që ka ndodhë nuk i ka pëlqy, e ka kritiku vetën, nuk e ka marrë menja, me javon që të privilegj vetën më varros nga pejgamberit. Për shkak që t'i gabimi. Pravenone. Kjo kallëzon çfarë llogarie ndaj vetvetes, çfarë llogarie të përpjekt, po edhe kallëzon çfarë personaliteti. Çfarë personaliteti? Të ke fundu në kam edek, u krymu, kam edek, varrosëm kështu të dhoma jam edhe u kry tema jo. S'ka, se meritoj one. Se meritoj më varros atë. Se e ku bo një gabim që s'u kanë dish me bo. Sinqerisht, domethënë komplet tregimi i Aishës, që thash, sa më shumë që e lexon, edhe një vëllim me lexu një libër, kime pas shef me mu informu hala më shumë edhe me hi hala më shumë në jetën e saj edhe në mënyrën që ka jetu qasjen e kështu me radhë. Kjo është vetëm një udhërrëfyes i shkurtër për jetën e saj. E lo Zotin që të na bashkoj xhenet së bashku me ta. Por arsye se është në xhenet që tash e ka përgëzuar Xhibrili alayhis salam. Edhe në shkollë se ke gratë e pejgamberit alayhis salam janë në xhenet. Allah na bashkon me gjithë muslimanë në xhenet. Allah na mëson që të ecmi rrugës së tyre, të marrim mësimet prej tyre, edhe të jemi shembull i mirë në të mëvonshmit për ata të mëhershmit që kanë kalu. Allahumma amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.